Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Përjashtohet për 2 muaj nga Parlamenti kreu i Partisë Mundësia, vendimi u mor pasi Agron Shea i rrëmbeu dokumentin konfidencial të marrëveshjes me SBA-n. Avokatët shqiptar dhe të huaj takojnë Erion Veliaj në burgun e Durrësit. Në shtator vendimi për masën e sigurisë do të ankimohet në gjykatën e Strasburgut. Bypassi i Tiranës pritet të përfundojë brenda 2 viteve të ardhshme. Investimi pritet të japë zgjidhje problematikës së trafikut të rënduar në kryeqytet. Ministria e Shëndetësisë njofton heqjen e kufirit të moshës për check-upin. Do të përfitojnë kontrolle falas dhe të moshuarit që janë mbi 70 vjeç. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Drejtuesi i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, do të jetë 2 muaj jashtë kuvendit me nisjen e sesionit të ri parlamentar. Vendimi i Sekretariatit të Etikës u mor pasi deputeti rrëmbeu dokumentin konfidencial që u bë shkak për rrëzimin e punonjëses së kuvendit nga shkallët. Ndërkohë socialistët kanë propozuar kallëzimin e Shehajt në SPAK për 4 akuza. Sekretariati i Etikës vendosi një dënim të rrept për deputetin e Partisë Mundësia Agron Shehaj, i cili nuk do të jetë pjesë e punimeve të kuvendit për 60 ditë. Vendimi për përjashtimin e Shehaj do të hyjë në fuqi në momentin që sesioni i ri do të nisë në shtator. Një ditë më parë, Shehaj rrëmbeu dokumentin e klasifikuar si konfidencial për marrëveshjen e UAS për $302 milion me Shtetet e Bashkuara për fuqizimin e forcave të armatosura. Por teksa drejtuesi i Partisë Mundësia rrëmbeu dokumentin, punonjësja që ndiqte nga pas, u rrëzua nga shkallët. Vendimi i sekretariatit nuk mjafton për mazhorancën. Socialistët gjithashtu kanë bërë gati një shkresë urgjente, ku i është kërkuar parlamentit të kallëzojë Agron Shehaj në SPAK për 4 vepra penale. Do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Shehaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit, me nxjerrjen e dokumentit jashtë asaj salle ku përcaktua publikisht nga kryetari i kuvendit për t'u lexuar. Por edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti i takon organit hetimit që t'i zbardhe. E papranueshme u cilësua dhe nga opozita. Megjithatë, demokrati Sajmir Korreqi u shpreh se të djathtët nuk mund të lihen nën hije kur bëhet fjalë për dokumenta konfidencial. A kush ka më rëndësi sipas jush, një deputet që duhet votojë atë akt apo një punonjës parlamenti që nuk e voton atë akt? Ma shpjegoni kush është më i rëndësishëm? Atë ne që kemi lënë groshin e deputetët. Lidhur me çështjen të hënën, Shehaj u shpreh se dokumenti nuk doli kurrë nga ambientet e parlamentit, duke cilësuar si një manovër të Partisë Socialiste për të penguar pjesëmarrjen e tij në punimet e kuvendit. Përdorimi i burimeve shtetërore në zgjedhje është trajtuar në takimin e fundit të Komisionit të Reformës Elektorale. Gjatë diskutimit me ekspertë të huaj, palët rënë dakord që procesi të jetë konkurrues dhe i barabartë. Ndonse diskutimet e reformës zgjedhore janë shtyrë deri në nëntor, anëtarët e saj vijojnë me konsultimet. Në tryezën mbi parandalimin dhe reagimin ndaj keqpërdorimit të burimeve administrative në proceset zgjedhore, bashkëkryetarët Damian Gjiknuri dhe Oert Bylykbashi rënë dakord se duhet një sistem funksional, në mënyrë që procesi të ketë sa më pak boshllëqe. Ti lëm ato debatet e zakonshme që bëjnë gjatë ditës, më mirë të dëgjojmë ekspertizën ndërkombëtare, mendimin e tyre, të reflektojmë mbi atë çka do thonë për sa i përket praktikave më të mira dhe pastaj natyrisht në Komisionin e Reformës Zgjedhore, por dhe më gjerë në tryeza që ne organizojmë me njëri tjetrin dhe me pjesëmarrjen e shoqërisë civile, do kemi mundësi të shikojmë alternativat më të mira. Nëse nuk do të ketë një zgjidhje dhe ajo zgjidhje të jetë efikase, funksionale, nuk do të kemi bërë. Ky komision reforme sigurisht nuk do të përmbushur një nga çështjet kryesore që ka, dhe Shqipëria nuk do të ketë zgjedhje të ashme dhe në vijim, pra jo vetëm ato të ashme lokale, nuk do të ketë zgjedhje. Nga ana tjetër, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe OSBE kërkuan më tepër vëmendje nga aktorët politik, duke i cilësuar zgjedhjet si garantues të vullnetit të qytetarëve.
For the European Union, electoral reform means much more than... Për Bashkimin Evropian është shumë më shumë se ndryshimi i legjislacionit, që zgjedhjet të jenë konkurruese, të ketë zgjedhje në kushte të barabarta. Zgjedhjet përbëjnë një standard të demokracisë. Ne në raportin përfundimtar kemi theksuar shpërdorimin e burimeve me detaje, për vlera qëndron tek rekomandimet. Këto rekomandime kanë për qëllim të forcojnë garancit, kuadrin ligjor, mbikëqyrje dhe zbatim të ligjit. Pjesë e tryezës ishte dhe kryekomisioneri Ilirian Celipashi, i cili theksoi nevojën e një kodi të ri zgjedhor që ndan shtetin nga partia. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë vlerëson progresin, por tërheq vëmendjen për çështje që lidhen me demokracinë dhe sundimin e ligjit. Ndër të tjera, dokumenti vë në dukje dhe protestat që po zhvillohen në Tiranë prej afro 2 muajsh. Protestat, kriminaliteti dhe ndikimi i korrupsionit janë ndër shqetësimet kryesore të evidentuara nga raporti i sigurisë së Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë. Dokumenti e përshkruan vendin tonë si një destinacion me rrezik të menaxhueshëm, por nënvizon disa fusha ku kërkohet vëmendje më e madhe nga autoritetet. Raporti vë në duke protestat e fundit në Tiranë. Në vitin 2026, protestat të mëdha kishin në shinjestër një projekt turistik luksoz në ishullin e Sazanit. Tubimet filluan si demonstrata lokale mjedisore, por kur policia i shpërndau këto tubime, mijëra shqiptar dolën në rrugë në qytetet kryesore. Protestat u rritën duke përfshirë thirrje kundër korrupsionit qeveritar dhe disa prej tyre u bën të dhunshme. Po ashtu edhe korrupsioni vjon të shihet si një pengesë për funksionimin institucional dhe klimën e biznesit. Korrupsioni dhe pengesat në ndarjen e informacionit midis agjencive qeveritare, koordinimi i pamjaftueshëm brenda agjencive dhe një sistem gjyqësor ende në zhvillim e sipër, vazhdojnë të pengojnë përpjekjet e zbatimit të ligjit në Shqipëri. Sa i takon zgjedhjeve të fundit, raporti vlerëson se është shënuar përmirësime krahasuar me të kaluarat. Megjithatë, vazhdon të ekzistojnë problematika që lidhen me financimin e fushatave dhe tensionet politike. Ciklet e fundit zgjedhore kanë rezultuar në një proces më të balancuar dhe të drejtë, por u vë në dukje në mënyrë specifike se procesi zgjedhor u karakterizua nga keq përdorimi i burimeve publike nga partia në pushtet, përdorimi i gjuhës përçarëse nga dy partitë kryesore politike, mungesa e transparencës në financimin e fushatave dhe mbulimi i pabalancuar mediatik i partive më të vogla. Në përfundim, raporti nuk e klasifikon Shqipërinë si një vend me rrezik të lartë, por nënvizon nevojën për kujdes ndaj protestave, kriminalitetit dhe sfidave që lidhen me sundimin e ligjit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuza ndaj policisë për dhunën që sipas tij është ushtruar në protestë. Ai tha se çdo kërkesë e qytetarëve është legjitime dhe se opozita do të jetë në krah të tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi sjelljen e cilësuar si agresive të policisë ndaj protestuesve përpara kuvendit. Në një konferencë për mediat, kryedemokrati pretendoi se personat që nuk kishin lidhje me tubimin janë përfshirë nga policia. Duhet dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër njerëzore të përdor dje kundër protestës. Janë agresuar gra me fëmijë të vegjël, me karroca. Janë agresuar qytetar pa asnjë lidhje me protestën. Janë agresuar dhe kërcënuar me jetë eksponent të protestës vetëm se po protestonin në mënyrën më paqësore. Duke përsëritur qëndrimin se demokratët duhet të mbështesin protestat qytetare, Berisha u shpreh se çdo kërkesë e tyre është legjitime. Janë kërkesa në mbrojtje të interesave jetike të shqiptarëve, interesat kërcënuara në mënyrë fatale nga organizata kriminale dhe qeverisë shqiptare dhe kreu i saj Edi Rama, që plaçkisin çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Përpara mediave, Berisha e cilësoi kryeministrin Edi Rama si një person të vrarë politikisht. Këtë të martë mbushen 59 ditë nga nisja e protestave kundër kryeministrit Edi Rama. Qytetarët u grumbulluan në sheshin Skënderbej dhe kaluan më tej tek selia e qeverisë. Kërkesat kryesore të protestuesve janë dorëheqja e kryeministrit Rama, anulimi i ndryshimeve në ligjin e zonave të mbrojtura, si dhe rrëzimi i ligjit për investime strategjike. Ndërkohë si çdo natë, protesta do të zhvendoset edhe në disa nga rrugët e Tiranës.
Byroja Kombëtare e Hetimit zbarkoi këtë të martë në Bashkinë e Tiranës për të kryer kontrolle. Agjentët ishin urdhëruar nga Prokuroria e Posaçme për të mbledhur të tjera prova mbi hetimet që po kryen ndaj kryebashkiakut të burgosur të Tiranës, Erion Veliaj. Për Vision Plus, burimet bën të ditur se janë sekuestruar dokumente që do t'i vinë në ndihmë akuzës ndaj Veliajt. Kryebashkiaku i Tiranës dyshohet se ka kryer korrupsion në 13 raste, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash në bashkëpunim me gruan e tij dhe disa biznesmen. Aktualisht dosja e tij është nënshtruar gjykimit të zakonshëm. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është takuar në burg me avokatët shqiptar dhe ata britanik. Ata kanë rënë dakord që në vjesht dosja e tij të dërgohet në gjykatën e Strasburgut. Një grup avokatësh britanik janë lejuar të vizitojnë në burgun e Durrësit kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj një vit e gjysmë pas arrestimit të tij. Ata kanë koordinuar strategjinë për ankimin që po përgatitet për t'u drejtuar gjykatës së Strasburgut. E gjithë takimet dhe intervistat që sot bën më në fund kolegët lidhet me aplikimin që ne do bëjmë në gjykatën e Strasburgut në lidhje me masën e sigurimit, sepse vërtet ne korrëm një fitore në gjykatën kushtetuese e cila e ktheu çështën shfuqizoi vendimin e gjykatës lartë për të riparë çështjen e masës së sigurimit. Megjithatë, ne nuk kemi marrë gjitha pikat që kemi kërkuar në gjykatën kushtetuese. Nuk janë pranuar gjitha pikat dhe për këto pika ne do të shkojmë në gjykatën e Strasburgut dhe për këtë është edhe ekipi i anglez i mbrojtjes. Ndreca tha se do të bëjnë edhe një herë ankim ndaj vendimit të gjykatës administrative që rrëzoi kërkesën e Veliajt për ligjshmërinë e emërimit të Olz Dados si prokuror në këtë çështje. Është një shmangje nga gjykimi i një çështje që ka jo vetëm interes juridik dhe ligjor për ne, si mbrojtje e zotit Veliaj, për zotin Veliaj, sekretari i bashkisë, por ka interes në fakt për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë, i cili duhet të di nëse një prokuror në prokurorinë e posaçme në këtë rast është i emëruar apo jo në mënyrë të ligjshme. Dhe kjo çështje do vijojë deri kur ne të marrim drejtën, ashtu siç ne e kemi marrë gjithmonë kur kemi ngulur dhe kur kemi trajtuar çdo element juridik të çështjes Erion. Në mbrojtje të Veliajt janë angazhuar edhe disa avokatë amerikanë, por ata nuk janë lejuar ende që të takohen me kryebashkiakun e Tiranës. Gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar sërish ankimin e Jamarbër dhe Argita Maltezi, të cilët kishin kërkuar kthimin e 25 pasurive të vendosura nën sekuestro. Pronat janë bllokuar nga SPAK në kuadër të hetimeve për dosjen e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani. Bëhet fjalë për apartamente, vila, llogari bankare, biznese si dhe aksione në kompani të ndryshme. Për sekuestrimin e tyre është shprehur më herët edhe gjykata e lartë, e cila ka lënë në fuqi të njëjtin vendim. Brenda 2 viteve pritet të përfundojë bypassi i Tiranës. Ndërtimi i këtij segmenti sipas autoriteteve po ecën me ritme të larta dhe pritet të ndikojë direkt në lehtësimin e trafikut në kryeqytet. Bypassi i Tiranës, një nga veprat më të mëdha infrastrukturore që po ndërtohen aktualisht, po ecën me ritme të kënaqshme. Kështu u shpreh ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, shoqëruar nga kreu i autoritetit rrugor gjatë një inspektimi. Siç edhe thash, punimet të vijnë mjaft mirë. Kjo është një kontratë që është lidhur në shtator të vitit të shkuar. Afatet janë 24 mujore. Ne këtu nuk presim të kemi surpriza, kështu që mbyllet do të jetë në afat ose edhe më përpara, nëse edhe se tush kushtet atmosferike. Autoriteti rrugor po vijon negociatat për fazën tjetër të projektit, e cila do të bëjë të mundur që të gjithë fshatrat e zonës të kenë akses në këtë aks. Ne presim të hedhin për procedurën për fazën 3, që është ajo që ka rrugët të lidhëse, pra rrugët dyqësore që bëjnë ndërlidhjen e gjithë fshatrave që preken nga ky bypass, por dhe vetë lidhjen e bypassit me rrugën kryesore, pra ato të autostradës, por dhe pjesën fundore që lidhet me kombinatin aktualisht. Ndërkohë, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi bëri të ditur se qeveria është në negociata me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për sigurimin e financimit të pjesës tjetër të projektit. Siç e thamë, është vetëm 8 kilometër që i parami i bypassit, ndërkohë pjesa e mbetur rreth 13 kilometër
Ne jemi në fazën përmbyllëse me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për të financuar pjesën e mbetur të bypassit. Në total punimet janë shtrirë në rreth 9 km rrugë, ndërkohë që kanë mbetur edhe 12 km të tjera për nisjen e punimeve. Bypassi i Tiranës nis nga zona Kasharit pranë autostradës Tiranë-Durrës dhe përfundon në Mullet ku lidhet me aksin Tiranë-Elbasan. Pas përfundimit, ky aks pritet të shërbejë një alternativë kryesore për automjetet që nuk kanë si destinacion qendrën e Tiranës, duke lehtësuar trafikun në kryeqytet. Ministra e Shëndetësisë Evi Sala njoftoi këtë martë heqjen e kufirit të moshës për kryerjen e check-upit. Gjithashtu është vendosur edhe hapja për herë të parë një linje këshillimi për shërbimin social ndaj të moshuarve. Nga muaj shtator, të gjithë qytetarët mbi 35 vjeç do të kenë mundësinë të përfitojnë shërbimin e check-up falas pa pasur kufizim moshor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka propozuar këtë ndryshim, ndërsa pritet miratimi nga qeveria. Kemi propozuar është heqja kufirit të check-upit, domethënë 35 e plus. Në qoftë se deri tani ishe 35 deri në 70 vjeç dhe kur ishe 71 nuk mund ta bëje dot check-upin falas, ka filluar domethënë nga shtatorin, edhe një i moshuar që është 72 ditë mund shkoj të bëj check-upin 70, 80, 90 sa ta keni jetën. Një tjetër risi është edhe lançimi i linjës së parë të këshillimit për të moshuarit. Shërbimi i ri social synon të ofrojë të moshuarve dhe familjarëve të tyre informacion, orientim dhe mbështetje për përfitimin e shërbimeve publike. Kemi ngritur linjën kombëtare të këshillimit për të moshuarit. Është një iniciativë shumë e mirë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, pasi nëpërmjet kësaj linje ofrohet këshillim se si mund të aksesohen shërbime të ndryshme shëndetësore apo dhe sociale në të njëjtën kohë. Ofrohet ndihmë në qoftë se është nevojshme sigurisht për të aksesuar edhe shërbime të tjera elektronike si në e-Albania. Po ashtu Ministria e Shëndetësisë Evi Sala bëri me dije se po punohet për ngritjen për herë të parë të shërbimit të geriatrisë në Shqipëri me qëllim ofrimin e kujdesit të specializuar për të moshuarit. Fillimisht ky shërbim do të ofrohet në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për të ushtrim më pas edhe në rajone të tjera të vendit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.